Tiranë, Instituti për Studime Ndërkombëtare zhvilloi një konferencë shkencore mbi radikalizmin dhe ekstremizmin fetar. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara Donald Lu tha se Shqipëria po përpiqet që të frenojë radikalet e dikurshëm, por varfëria është një terren për rekrutime. Studiuesit folën për traditat dhe të sotmen e besimeve fetare në Shqipëri, duke theksuar se asnjëherë feja nuk ka qenë burim ekstremistësh. Korespondenti ynë Liriana Golli njofton nga Tirana. Instituti Shqiptar për Marrëdhënie Ndërkombëtare organizoi sot konferencën mbi radikalizmin dhe ekstremizmin fetar si një kërcënim për sigurinë. Duke diskutuar mbi rastin e Shqipërisë dhe Ballkanit Perëndimor, ambasadori amerikan Donald Lu tha se vendet anëmban botës janë duke luftuar me kërcënimin që paraqet ekstremizmin në emër të fesë. Ne dhe ai duhet mbetemi të përkushtuar në luftën kundër organizatave terroriste. Lufta kundër ekstremizmit të dhunshëm fillon me refuzimin e grindjeve fetare nga ana udhëheqësve politik, shoqëror dhe fetar, tha ai, dhe kjo natyrisht kërkon dhe angazhimin e të gjithë qytetarëve. Puna e Shqipërisë për një strategji kombëtare dhe për planin e veprimit duhet të jetë frymëzim për vendet e tjera në rajon. Ndikimi i ekstremizmit të dhunshëm nuk është i kufizuar vetëm në një pjesë të botës. Shqipëria, tha ambasadori amerikan Lu, duhet të kundërvihet ideologjive të qarqeve ekstremiste, të cilat përdorin fenë islame për të justifikuar dhunën dhe mizorinë e tyre. Të gjithë kemi për detyrë, tha ai, që t'i shpjegojmë njerëzve se feja islame nuk nxirr ekstremizma. Të gjithë duhet të ngrejmë lart zërin e tolerancës dhe të paqes. Shqipëria ka avantazhin që e ka njohur kërcënimin e ekstremizmit të dhunshëm përpara se të shndërrohet në një problem më të madh. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Donald Lu, tha se një çështje tjetër është zgjidhja e pakënaqësive ekonomike që njerëzit të mos shkojnë pro ekstremistëve. Të rinj, tha ai, të bllokuar në komunitete të varfra nuk shohin mundësi shpëtimi prej padrejtësive, poshtërimit prej korrupsionit që i bën ata shënjestra të prekshme për rekrutime të terroristëve. Ashtu një numër jo i vogël i informacionit shkëmbyer me partnerët lidhur me tendenca të ekstremizmit dhunshëm në Shqipëri, por mbi gjitha me eksportimin e luftëtarëve të huaj, sigurisht tregojnë që për sa kohë jemi në gjendje të eksportojmë të tillë rrezik, sigurisht do vi dita kur ky gjendet me njëherë pas derës shtëpisë tonë. Më shumë se 20.000 persona nga 100 vende të ndryshme të botës kanë udhëtuar drejt Sirisë ose Irakut për të bashkuar me ISIS. Prej këtyre 4.000 janë nga Evropa Perëndimore. ISIS po terrorizon popujt dhe është i angazhuar në mizori të mëdha, në vrasjen e fëmijëve, skllavërimin e grave dhe genocidit, po huan studiuesit. Organizata si Boko Haram është e përfshirë në përdhunimin e vajzave të reja dhe shtremërimin e parimeve të fesë. Analistët thanë se ISIS po ashtu ka prerë kokat punojësve të firmave egjiptiane dhe i vetmi krimi i tyre është që nuk kanë të njëjtin besim me ta. Shembuj të tillë, thanë studiuesit, nuk kanë mundësi të burojnë nga Ballkani dhe aq më pak nga Shqipëria. Për Zërin e Amerikës, Liriana Golli, Tiranë.